Ky podcast mundësohet nga Aster Cosmetics, Bora Pharmacy, BioClean, Collagen Superdose, Eptaderm, Luna Farm, Italmed, Organic, Shëndeti dhe Mirëqenia. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në episodin e radhës të Glowcast. Unë jam Edita Hyseni, farmaciste dhe specialiste e shkencave kozmetike. Me qenë se kemi hyrë në sinën e dimrit, kur rënja e temperaturave është goxha e madhe, edhe lkura fillon me u përshtat nga kjo gjendje e me këtë rast fillon edhe tharja e saj. Lkura e thatë është një tip i lkurës i cili manifestohet me mungesë të ujit dhe të yndyrave. Është një tip i lindur i lkurës, mirë po mundet me u kriju edhe gjatë jetës, me moshën, me përdorimin e produkteve të ashpra, si dhe me ndonjë gjendje shëndetësore të caktuar, e cila ndikon në tharjen e lëkurës. Lëkura e thatë zakonisht ngatrohet me lëkurën e dehidratuar, por në fakt janë dy gjendje të ndryshme. Lëkura e thatë është tipi i lindur i lëkurës, e cila manifestohet me mungesë jo vetëm të lagështisë, por edhe të yndyrave. Ndërkaq, lëkura e dehidratuar është një gjendje e përkohshme e lëkurës, e cila manifestohet me mungesën e lagështisë. Lëkura e dehidratuar trajtohet shumë ma lehtë se sa lëkura e thatë. Trajtimi i lëkurës së thatë kërkon kujdes të vazhdueshëm të përditshëm, por me parandalu përkeqësimin e simptomave të lëkurës së thatë, duhet që të mos qëndroni në dush më gjatë se sa 10 minuta, mos të përdorni ujin shumë të nxehtë gjatë dushit, të shmangni cigaren dhe alkoolin, të ushqeni shëndetshëm, të aplikoni kremin mbrojtës të errezeve të dëmshme UV, si dhe ta hidratoni lëkurën intensivisht. Brendi zyrtar Eptaderm ka kriju linjën Eptacream pikërisht për me i trajtu simptomat e lëkurës së thatë. Formulat e pasura të kësaj linje i ofrojnë lëkurës hidratim intensiv dhe i rikthejnë elasticitetin. Linja Eptacream ndihmon në ribalancimin e barierës mbrojtëse dhe ofron lehtësim të menjëhershëm të simptomave. Linja Eptacream përbëhet nga larësi, nga kremi për fytyrën, si dhe nga kremi për trupin. Larësi i linjës Eptacream, përveç funksionit parsorë të tij që është largimi të gjitha papastërtive nga lëkura, e ka edhe një funksion ekstra, i cili është hidratimi edhe zbuqja e lëkurës së thatë. Ka një formulim shumë të butë dhe është i përshtatshëm për pastrimin edhe të fytyrës edhe të trupit. Pastrimi i fytyrës duhet të bëhet patjetër në mbrëmje, domethënë të bëhet pastrimi në 2 fish, ndërkaq se lëkura e thatë nuk rekomandohet përdorimi i larësit në mëngjes. Eptacream Moisturizing Face Cream është i dedikuar për zonën e fytyrës dhe qafës, është i dizajnuar për me rikthy elasticitetin e lëkurës së thatë dhe të dehidratuar. Substancat aktive të këtij kremi i rikthejnë lëkurës funksionin normal edhe e bojnë shumë më të limuar. Kremi i trupit Eptacream është një trajtim specifik kozmetik zbutës dhe hidratues për të gjitha ato raste në të cilat lëkura e trupit është e thatë dhe dehidratuar, e stresuar nga trajtimet farmakologjike ose e irrituar nga agent të jashtëm. Kremi i trupit Epta ka një teksturë fluide dhe është plotësisht pa parfume dhe parabene dhe për këtë arsye është ideal për përdorim të përditshëm. Mundet me u apliku në mëngjes edhe në mramje duke u masazhu derisa të përthithet plotësisht. Nëse bëni pjesë te grupi i njerëzve me lëkurë të thatë, aplikimi i këtyre produkteve duhet me qenë pjesë e rutinës juaj të përditshme. Aplikimi duhet me u bë patjetër mas dushit, po edhe gjatë ditëve tjera nëse është nevoja më shumë se një herë në ditë. Sot në rubrikën e mësapirit kemi të ftuar kolegen time, magjistre e farmacisë dhe magjistre e nutricionit, Pranvera Osmani. Pranvera, mirë se erdhe në Glowcast. Mirë se u gjeta Edit, faleminderit shumë për ftesën. Pranvera, po na tregon fillimisht ku ke studiuar dhe çfarë punë ke bërë gjatë kësaj karrierës tonë deri tash, para se me fillojmë nutricionin. Në fushën e njëjtë të farmacisë, jo të skincare-it. Kom studiu në Universitetin e Tetovës, kom diplomu në vitin 2009, pastaj 4 vite kom qenë banatore, afër me pacientat, çdo ditë, pastaj jam shkput për 10 vite, kom punu në fushën e marketingut, pak më shumë, kom qenë teren pak më shumë, kemi funksionu, kom pa dhe punën e mjekve pak qysh funksionojnë, profilet, specialitetet tjera, pastaj e kom pa nevojshme shumë me ndërlidh fushën e farmacisë edhe me diçka tjetër që unë e kom vlerësu edhe kom pa që shkakton simptoma ose probleme të cilat vinë pacientat banatore me ble diçka për mi trajtu që ato simptoma. Konkretisht e kom pa që për shembull rastin konkret shumë probleme të lëkurës, shkakton ushqimi, shumë probleme pastaj me fryrje ose me dhimbje pjesën e abdomenit pas ushqimeve i shkakton ushqimi ose për shembull kemi raste kur edhe hipertensionin e ka shkaktuar ushqimi ose rritjen e yndyrnave që është kolesteroli ose trigliceridet kanë ardhur si shkak i konsumit të ushqimeve jo adekuate. Kështu që kjo më ka motivu ma shumë, marrë në konsiderat edhe pasionin për ushqimin që e kam,
këto dyat jo mundu pastaj me ndërlidh si dy fusha se kanë ndërlidhje. Këta janë shumë të lidhura mes veti, që pra njëna trajton simptomat e problemit edhe njëna i trajton ose bën parandalimin e atij shkaktari që shkakton ato simptoma. Kështu që kështu ka qenë një farë ndërlidhje, pastaj kjo më ka shty me regjistru edhe me krye diçka edhe për nutricionin. Na kemi pas tema dermatologji në gjatë studimeve në fakultet, po shumica prej nesh e kanë në ndërsa si janë. Po. Edhe a kemi nuk të najherë që kime u lidh bashkë me qatë fusë edhe në kozmetikën e kom në ndërsa si janë në fakultet, se mu ka do shumë e letë edhe shumë, nga se në disa janë tjera dhe nuk e di, kena qenë ma priru të laboratorit të disa janë tjera, dhe unë përvejtë se kom në kozmetikën, po mas arri pas me kontaktin me njerëzit dhe me pacientat kur jam fillu ma shumë e po më pa që është interesante dhe ja vlen. A kemi nuk të njerë si kemi fysh në fushën e nutricionit? Kur kemi pas ligjerat edhe pjesën e praktikës për qatë lëndë, ka qenë shumë interesant që më ktheve mrapa, sa asnjëherë se kom mendu, po tash kur po kthela mrapa, e kujtoj shumë mirë, i kujtoj posaçërisht laboratorin dhe kom qenë shumë e fokusume në lëndë, edhe kisha shumë kurreshtje të madhe, për shembull me ditë qysh krijohet vena prej rrushit, ai procesi fermentimit, qysh ndodhin proceset teknologjike cilat janë pajisjet, qysh në atë kohë ka qenë shumë e vështirë na me me gjetë materiale shtesë në internet, po YouTube ka pas, edhe unë isha me hin YouTube me qysh funksionon, që ajo që i pe lexojnë ana, që ajo pajisje që po mdokën libër, qysh doket, qysh. Kështu që definitivisht kom pas qysh në atë kohë, po a e kom menu në të ardhmen diçka me ndërlidh? Jo, se kom ditë që muj me ndërlidh ndoshta, po a kom pas interes, definitivisht kom pas shumë interes për lëndë specifike ku kemi mësu ma thellësisht për makronutrientë ushqimit, për proteinat, karbohidratet edhe qysh funksionojnë edhe yndyrnat në organizëm, e di që ato kom pas interes ko gjatë madh. Kështu që me siguri që kjo është një farë pri sinjali që e kom pas qysh në atë kohë. Sot deri ushqimi i shëndetshëm është një nga prekimeve që e dëgjoj mas shumë. Po çka konsiderohet të ushqimi i shëndetshëm? Kush muj me thonë që është ushqim i shëndetshëm, se na e dim që librit dhe kriteret nuk muj me praktiku komplet jetën e përditshme. Kush muj me thonë për aftësisht që ushqim i shëndetshëm sot? Sot ushqimi i shëndetshëm definitivisht është term shumë i madh, përfshin gjithçka. E një anë kur e mendon pak praktikohet për njerëzve ajo që është e shëndetshme. Fillimisht me hangër shëndetshëm nuk do të thotë që ki me qenë i shëndetshëm, se e shëndetshmja s'ka kufi. Për shembull njerëzit konsiderojnë po në haj shëndetshëm se na hajna gjella na veç shpe përgatitim. Me hi me këshyr kuzhinën me çka përgatitet, ajo është shumë e pashëndetshme. Kështu që e para e punës janë më të rëndësishme, çka konsideroj që është shumë e shëndetshme, është me ditë me bu një farë balancimit të ushqimit, dietës, se dietë nuk kupton çka hajmë, çka pim, dietë nuk do të thotë diçka strictly ushqim, po mos me hangër për mu dobësu se për mu trash me hangër. Dietë është termi lashtë që në greqisht do të thotë ushqim, edhe ato çka pim edhe çka hajmë, që është dietë. Kështu që çka nuk kupton e shëndetshme, me hangër e me pi, me mas, edhe me mas, të me thonë me hangër edhe me pi, pra edhe ujin edhe ushqimin që konsumojmë, me mundu me konsumu ushqime që nuk janë të përpunume. Për shembull me hangër me marë mishin me zi ose me pjek edhe me hangër, e jo me përpunu mishin e mi qit gjithçka aty edhe me maru sujuk ose me maru vishle ose me maru një produkt tjetër diçka që kjo është e përpunume. Pra të munohemi me hangër ushqime që janë tokës. Pra, për që ata thonë, gjithmonë kanë thonë hani fruta, hani perime, se që ato dalin për tokës. Kështu që kjo është e shëndetshme. Një prej e shëndetshme, çka të bën është edhe mënyra qysh rënojmë, me flajtë është shëndetshme. Këto janë të ndërlidhura me ushqimin. Me flajtë është të shëndetshme, me pi ujë shumë i shëndetshme, me hangër ushqime që thash jo të përpunume është të shëndetshme. Me lexu është shnet për trunin, është relaksim për trunin, me dalë në natyrë është e shëndetshme, kështu që kanë një farë ndërlidhje, krejt këto në mesveti e bojnë një farë kompakti, një farë puzzle ndreshët,
për me u ndje i shëndetshëm edhe kur konsumon ushqim, edhe kur flan, edhe kur bën aktivitet fizik ose lëviz pak më shumë. Kështu që në ditët e sotme pak po kesh interpretohen, pak po kesh kuptohen edhe për njerëzve, kuptoj se jo krejt jemi specialista, ti e di ti je farmaciste dhe je specialiste në fushën e skincare-it, unë jam farmaciste dhe jam specialiste në fushën e nutricionit ose të ushqimit shëndetshëm. Ai tjetri mundet me qeni X, ky tjetri X profil. Pra, me këshyr pak, mi përcjell njerëzit pak, nëse s'dina me gjetë informatat vetë, me këshyr më orientu me thirrje, me vetë, me shkru në Instagram e ditës, se dita nuk thot jo nëse e vetë çka me përdor për kur thate se për kur ti ndërshme. Pranverës mi shkruan, kam shumë njerëz që më shkruajnë, konsultojnë, ju kthej përgjigje, mundona me komuniku, me jap ndihmë atë brenda mundësive tona. Kështu që shnetshmja s'ka kufi, as ushqimi i shëndetshëm është i pakufishëm. Bidja e vrit që sa herë që flitet për ushqimin e shëndetshëm, dhe sa herë dikush poston një recetë për ushqim të shëndetshëm, është pakit një avokado atë. Edhe është një simboli që nëse ki avokado, je patjetër i shëndetshëm. Apo aty ana shmund të pasë edhe shumë ushqime tjera që ndoshta janë shumë dëmshme, po avokado është si simbol që unë jam healthy, unë jam high class në këtë ditë. Edhe dorën zavër, ushqimet kanë poston. Po. A mjafton standard jetës në Kosovë që njerëzit me pas mundësi me ushqy shëndetshëm? A është arsyetim? Po, jo. Nuk është arsyetim parja, mundesh me ushqy shëndetshëm, mundesh me ushqy edhe pa avokado, mundesh me ushqy edhe pa vajt avokados, mundesh me bleni vaj ullini me kursys, edhe vaj ullini me pi shumë, nuk pihet ai. Ai qitet në për sallata, përdoret për ushqim, domethënë me mas krejt. Pra mundesh me ushqy, nuk i nevojë me shku me ble speca me mazë në market, nuk i nevoj me shku me ble gjizën ose me ble qumshtin €1.35 ose €1, po mundohemi me ble ushqime prej njerëzve lokal që punojnë, Prishtinë, Kosovë, në çdo qytet, kemi fermer lokal që funksionojnë edhe me produktet e bylmetit, po edhe me produktet bujqësore, kështu që ato nuk kushtojnë. Unë konkretisht €1.50 e blej 2 litra qumsht në katunin tem ku unë shkoj çdo vikend, edhe me 2 litra qumsht e marroj 2 litra kost, cilën për të javën e pi une edhe familja jame. Mundesh mi blej domate prej katunarve, ose në për firma që kushton €1.50 ose €2, ma miro me përkrah financiarisht një fermer lokal, plus e din çka po konsumon, produkte më të mira, me vlera pak më të mira dhe më kualitative. E po. A ti po e një besojmë familja jote dhe unë kam besim të ti si persona dhe rrjedhimisht besoj që edhe familja jote i zbaton rregullat. Po jo të gjithë i zbatojnë. Mund ka ndodhur në familje, për shembull, ka njerëz që kanë ofruar tokën me qira dhe kanë thonë unë e provoj si pa pesticide, po për ty realisht e pa pesticide, pjesën tjetër prap. Shtojnë pesticide. E vërtet është që të na keq përdoren edhe ato, sepse e ditë scienca i ka kriju pesticidet për me rujt bimën prej ndotësve të jashtëm, se na e dim që ka bakterit mira, ka bakterit këqija, po ka myshqit mira, ka myshqit këqija. Edhe shkenca këto, nevoja njerëzimit e ka detyru shkencën me hulumtu dhe me zbulu një produkt që e mbron prit keshës. Po, edhe këtu vjen në pyetje masa, do të thotë sasia, sa kemi me qit. Ti shkon banatore bujqësore, shembull, i thu, është që ky problem, fatkeqësisht e para banatore bujqësore të na janë njerëz jo profesionista, e dyta manena s'di me bu kalkulimet, ai thotë për shembull për 10 litra ujë ç'tja kese. Shkoj infermeri thot, din çka pe bëj më të fort, pe qes 5 litra ujë një si kese pesticid. Edhe shpërndar. Po edhe çajo shpërndarja e pesticidit në bim e ka një far kohë, një far jetë gjatësie sa do të më nejt. Për shembull, nëse s'përka domaten me një pesticid, shkruan aty thot, ta ditë nuk duhet me konsumu. Të paktën duhet ta respektojmë që ato minimumin 7 ditë mos ta përdorim çat produkt. Po në anën tjetër pyetjen konkretisht që ma bone qysh me besu, çka mujna me bote fermet lokal, na mujna me shku mi vizitu ma shpesh. Me pa, sillesh një herë, sillesh 2 herë, një koj shiti e nje, e she, ajo me spërkat produktin, ajo shihet është shumë vizibile, se duhet është një farë pajisje që e vnon, ato i njojmë që i vnojnë mrapa dhe bojnë spërkatje. Kështu që pak i shohim, me i monitoru, me i pa, për që ata po them fermerët lokal, aty ku kemi në hapësirë me shku pak ma shpesh edhe me i pa. Kjo është e rëndësishme shumë. Përdor ma shumë pesticide, po mendojnë që e mbrojnë ma shumë? Mendojnë që e mbrojnë ma shumë,
edhe mendojnë që e mbrojnë ma shumë, eksakt. Një koment ma pat bo ma herë dikush prej që kom hi pak edhe në fushën e bujqësisë, më pat thonë dikush e bukra e krejt kësaj në Kosovës që fermerët e na nuk kanë pare mi ble ato edhe që është e bukra e kësaj që jemi ma të sigur që nuk kanë mundësi me i ble. Po sot, në ditë e sotme, tash ka ndru para 3 vjetëve ka qenë ndryshe, sot është ndryshe, sot janë çmime, ka konkurrencë pak ma të madhe, çmimet janë ma të volitshme, ma të përshtatshme, që mujnë mi ble krejt fermerët. Po, sido që t'jetë prap çka mujna me bo për me siguri, ne shumica njerëz, unë s'po them që krejt kemi një copë tokë të vogël në për periferi të qyteteve, po kur ki dëshirë me konsumu diçka të pastërt, diçka me vlera, edhe në balkona mujna me improvizu në 2-3 fije domatës, 2-3 fije të bazilit, 2-3 fije çka do të qofti shka, sa për me marrë të paktën një vlerë më të madhe ushqyse. Përveç asaj, po them që kemi mundësi me shku edhe me mbjell në për tokat që s'po them shumica, po një morin e masës i kanë në për fshatra. Duhet të rikthehemi dhe t'i punojmë tokat, mos të marrim, mos bëjmë importe prej Shqipnisë, prej Greqisë, të e pasë të në këtë tokë pjellore. Kosovë, unë mendoj që tokat e Kosovës, çfarë do fare që e vendos, ajo ka me sjell shumë produkt. Janë shumë pjellore tokat. Unë e kam provu një herë me kontribu në procesin e mbjelljes së specave. Në një prej fazave sa të pat shumë faza, po aty e kam kuptu që pse njerëz marrërit kanë qenë shumë më të lumtura dhe më të shëndetshëm në aspektin vendor. Se kontakti me tokën dihet që ka një efekt shumë të mirë tek humori i njeriut, edhe përveç që lodhja fizike normalisht ka qenë e madhe, por në fund ditës, na që bujmë punë të tjera, është shirë me plajt, pavarësisht që e vogël, se nga disa psiqike nuk janë as me plajt. Ajo punë ka qenë kështu thash, o zot, ata më kanë kënaqur, se pas ka plajt tokën, ke pas shans me mendu diçka mbrëmje kur ke shumë shpesh, se edhe kënaqësia në natyrë, edhe kontakti me tokën, edhe komplet procesit ka bërë që kështu në aspektin se që me qenë shumë e relaksuar. Edhe pse normalisht fizikisht vështirë, po sot kanë dalë edhe shumë pajisje që njerëzit po i përdoren. Po, që lehtësojnë punën. Çka bëhet manualisht. Po. Pra mirë, unë kur e kam parë që ke filluar me nutricion, ka pëlqyer shumë si ide, dhe jam mësuar shumë që kanë filluar farmacistët me u marrë edhe me po të fushën. Shoh shumë shpesh në rrjetet sociale. Persona që kanë studiuar nutricionin, madje disa promovojnë shumë faktin që kanë studiuar jashtë vendit, që okay, unë i dërsoj edhe unë shumë kompozë me shumë herë, po s'kam më shumë. Po me që fata dhe nga këtë njëri që të me mësu mësane, dhe vish pëse ke studiu jashtë nuk bëm kompetent me folë për smundje, nëse nuk e studiu për smundje. Nuk ndalin shumë shpesh që sponsor, dieta brashimat, edhe unë personalisht s'kisha marrë kur njët kështirë për smundje, prej një personi që nuk është mjek përse farmacist. Unë menaj që nutricionit duhet me qenë specializim vish për njeftë dhe për farmacistët, se duhet me ditë fiziologjin, patologjin, qysh funksionon smundja, terapin, qysh ndërveprimi i ushqimeve me varna është shumë i rëndësishëm. Mund vetë nështë ta mja u komplet efektin terapisë primare që ti marrë për një smundje caktume, mora shamu nga shimat ose shandium e orientume, po çka po mendon ti për që trendin e nutricionistëve që është bo shumë interesant kohët fundit e në? Unë pajtohem plotësisht me ato që thes, edhe unë pajtohem që duhesh me qenë profesionist eksakt i fushës, me njoft mirë proceset fillimisht anatominë e trupit, patologjit, të smundjen konkretisht me analizu krejt. Manej është shumë e rëndësishme qysh operojnë zort për fushën tonë, qysh operon zora, çka sistemi gastrointestinal, prej momentit që ti e fut një ushqim në gojë derisa eliminohet prej organizmit, aty ka gjatë rrugë gjatë, zorët e dim që janë disa metra të gjata, kështu që është rëndësishme me qenë njerëz profesionist, ata që përpilojnë planet e ushqimit, se unë nuk kam qef edhe nuk i quaj dietë, se dietë konkretisht është gjithçka çka hajmë, pak ujë me pi, kjo është dietë. Po është plani ushqimor ajo që është pak më eksakt në këtë fushë, kështu që edhe planin ushqimor unë mendoj që duhet ta përpilon një person i cili ka njohuri jo të përgjithshme, po ka njohuri eksakte të fushës, e në këtë rast të nutricionit, të farmacisë, që mundet me qenë edhe mjeku për shembull, edhe mjeku të përgjithshëm ose specialisti tjetër, kështu që pajtohem plotësisht edhe mendoj që duhet të jemi shumë vigjilent dhe gjithë ata që mendojnë me marrë një plan të ushqimit, duhet të jenë vigjilent, ta shohin
kush është personi, në fundit kush është personi që po e përpilon, duhet hulumtojmë pak. Sot është shumë e lehtë me marrë informata për tikon, edhe në Kosovë, edhe në Amerikë, edhe në Harvard, edhe kudo që jeton, shumë e lehtë qasja, është shumë e lehtë informacion, kështu që një hulumtim shumë i vogël në Google, të paktën mund është me marrë informata, kush është, çfarë bagazhi ka, ku ka kry shkollë, çfarë studenti në fundit ka qenë, se edhe ajo e ka rëndësinë e vet. Pra, dietë, plani ushqimit duhet me pas kujdes, nuk duhet mës me hangër ushqim. Ushqimin duhet me hangër. Po, çka me hangër, sa me hangër, çka i lejohet, çka bën keq në hashimato, e çka bën mirë, ato janë njerëzit që kanë kry shkollë, është nutricionisti, është dietologu klinik, ai i cili na kallzon. Kështu që ka rëndësi shumë, pajtohem plotësisht me ty, që duhet të kemi kujdes me kanë po konsultohen për këtë fushë. Në këtë javë po që Kina e ka ndalu influencerët me do pushime për fusha në të cilat nuk janë profesionist, ata që s'kan studiu, kështu tamam. E kanë mbretyer e tregu diploma në shkollime për i fushë saktume, edhe sidomos është cet mjekësia, estetika dhe liçet nëse zgjavoj. Këto kanë qenë tri fusha sa është bën një fakt kaosi dhe unë shumë kisha pas dëshirë që ai ligjmarrë sa më shpejt edhe fenan, se është shumë vështirë njerëz po bën konfuz. Për shembull, edhe kur vjen një person aty banatore, edhe ti i thunë që nështë ashtë kolagen është më e mirë se sa tjetri s'ka efekt, pa i ka bombardu me reklama dhe i ka marrë krejt fytyra publike të mëndshme, shumë vështirë është me bindë, me ndru qatë produkt dhe me dalje një produkt që ti e din shumë mirë që është shumë efikas dhe i bën pacientit shumë mirë. Edhe neve po na vështirëson shumë aspekte punën tonë përditshme, fillojmë edhe me ndihmu pacientit. Po, me qenë si të me zorë më herët, unë temën e diplomës në specializim e kom pas në probiotik. Okay. Normalisht që kom pas në probiotik kozmetike dhe dermatologjike, po ato janë lidhë dhe ajo gut brain skin axis që është lidhja mes zorrës, lëkurës dhe trunit, është shumë e lidhur kurse edhe secila ndikon në masë shumë të madhe të tjetra. Me qenë se jemi thash ftofti, stina e dimres edhe lëkura vazhdon ashtu kështu me u thama shumë, edhe nëse s'ka qenë e fort, vashta me ditë prej ti që është eksperienca jote me pacientat që vinë të te me konsultu për lëkurën e fort. A ju që po marrë bëm probiotik, a pranojnë me i marrë probiotik? Është e vështirë me i bindë, nuk ka lehtë, se si probiotik, diçka me pi, ata më njëherë konsiderojnë që është ilaç diçka për mrena. Nuk e kuptojnë njerëzit ndërlidhjen e zorrve edhe lëkurës, për shembull, shkëlqimit të lëkurës. Ka njëherë e krahasoj, lexojsha një ditë një libër për oborret e shtëpisë, bukuria, qysh mirëmbajtja, edhe tash me krahasu për shembull me skin care. Një obor të bukur ka njëherë jo ndo shtëpia që tërheq syni, në kevë jam edhe mes të qysh të i këshyr, janë shumë bukura, janë shumë tërheqse oborret, të pastërta, të prem bari, krasitun bukur, lulet, nuk ka barishte për rreth këshia kur gjo. Ajo andja tërhek dhe ki qef veç asi pamje të bukur me pa, se ajo ka rëndësi shumë ande edhe në shëndet mental. E unë njëti konsideroj dyshysh edhe që të punën e zorve. Na e dim që zorët kanë bakterit mira. Po, tash, që ato bakterje, ose duhemi me ushqym mirë, ose duhemi me i shumu, për me mujti me pas mande edhe menjet shnosh, me pas edhe lëkur të mirë, me pas edhe zemër të mirë besa, me pas edhe imunitetin e fortë, se kitë kanë lidhja aty. E që shishtojmë në ato bakterit mira. Ose dush me hangër super shnetshëm, mi që ushqimin e mirë, ose nëse s'mujna mi arrit me ushqim për shkak të faktorëve shumë dinamizmi jetës, njerëzit nuk po kanë mundësi me dalë, me ble, me bo, duhemi me i marrë mandej me suplemente me probiotik. Këto se kuptojnë njerëzit, është shumë e vështirë, ata po thëmë që është shumë vështirë, se kur vinë banatore menojnë që vesh, cila është krem, ama një krem të mirë, adin menojnë që ka krema magjike. Jo bes, ka krema magjike, nuk ka krem magjike, se para kremës është diçka tjetër një herë, dosh me pi uje, dosh me hangër mirë shëndet shumë, për me mujt me shku ato deri aty. Mandej krema, unë menoj që është edhe ajo ka pjesën e rëndësishme, se krijon një farë mbrojtje, për mas me lojnë me kontakt me gjithçka tjetër me ty brenda, po vështirë është me i bind njerëzit me marrë probiotik. Kam edhe pacienta që nga besojnë shumë mandej kur folim me fakte, po është pak problem edhe koha që ju dedikojnë pacientave, se jemi nga një farmacist barnatore përgjec që dumi me jap këshilla, ka si që s'kan kohë me prit shumë, kështu që derisa po bindëm po kalon kohë ma shumë, po në mendoj që
unë kolegë tjerë kemi mundësi që vesh kemi fillu me bo edukim të njerëzve për këto fusha, kemi mundësi të edukojmë edhe t'ju tregojmë, t'ju tërpërçojmë mesazhin për me tregu rëndësinë e probiotikëve në organizëm. Me siguri ty të ka ndodhur, se ndodh krejna, kur vinë pacientë ambulatorë të rekomandojnë të zoni shëmbull shumë të vitamin C, dhe unë ha shumë limon, unë përbori limon. Po. Edhe më thonë po të shimon jam 5 kg limon Për me marrë dozën. Aciditet luftit, për me marrë dozën e një bari, kështu që njëta vjen edhe kur I thu, a mundet me marrë vjerat ushqyese të duhurat nevojshme për organizmin e njeriut, ta mami si ushqime. Në kushte normale, po flasim kur aty kur rritën ushqimet, do të thonë me ushqeje toka në mënyrë natyrale, se dhe tokën duhet me ushqy, se dhe toka harxhohet, kur miellim ton kohën toka I harxhon ato, bim ton kohën. Kështu që korrët në rend shembull duhet me shtu prap me ushqy me plehra natyrale, edhe në kushte normale, nëse rritën bimt sipas standardeve që rekomandojnë organizatat e bujqësisë, kemi mundësi me I marrë gjitha vlerat nutritive përmes ushqimit, po marrë në konsiderat që jetën dinamike që e bojmë, marrë në konsiderat tokën nuk e trajtojmë ashtu që duhet, marrë mandej në konsiderat ndotjet e mëdhaja që po janë për shkak ngrohjes globale, për shkak emitimeve të shumta, mandej marrë në konsiderat edhe një faktor tjetër, për shembull industritë e ushqimit, jashtëzakonisht është rrit prodhimi I produkteve të përpunume, që fatkeqësisht kjo ka ndodhur për shkak të konsumit. Njerëzit po konsumojnë, fabrikat po prodhojnë, veç po qesin produkte treja, kështu që kur I marrim parasysh krejt këto, në ditë të sotme duhet patjetër të marrim edhe suplemente shtesë t'i ndihmojmë. Pra, edhe me ushqim, edhe me suplemente shtesë patjetër është e nevojshme të marrim për mi arrit ato vlerat e rekomanduara ditore. Çfarë nën për dietat vegane, vegetariane, a janë edhe ata njësoj të shëndetshëm? Ata du të më hangër ma shumë ditë. Shembull një produkt bimor për me marrë vlerën e proteinave të mjaftueshme, unë personalisht nuk jam favorite ase vegetarianëve ase veganëve, po mendoj që edhe mishi I koq, edhe mishi I pulës, edhe mishi I peshkut duhet të konsumohen për mi marrë jo vetëm proteinat, po aty marrim shumë edhe vitamina, edhe minerale, po nuk jam as kundër veganëve, vegetarianëve, sepse duhet konsumojnë, duhet I përzgjedhin, duhet konsultohen me persona shumë kompetent fushës për mi u tregu sakt për sasinë për shembull që duhet ta konsumojnë për mi marrë vlerat e rekomanduara ditore dhe të proteinave, dhe të yndyrnave, dhe të karbohidrateve, por gjithsesi sot shkenca industritë e ushqimit kanë evolu shumë, shkenca ka evolu shumë, për shembull omega 3-shin sot e ki jo veç të peshkut, po ki edhe të bimëve, plant-based, kështu që edhe vitaminën D sot kanë mundësi me marrë që është komplet vegane, kështu që për këtë më vjen mirë, por gjithsesi mendoj që unë jam favorite edhe e produkteve të mishit. Pyetja e famshme, a e marr vajin omega 3, vajin e mëqyesën e lutës si vitaminë D verës? Ta shumë varet, ne jemi në pozicion geografik që verës kemi ma shumë diell, po e ditë edhe ky trendi tjetër se u bë trend edhe kjo sankeri, u bë trend njerëzit e kanë keq kuptu pak që sanker produktet për me mbrojt lëkurën nuk duhet me u vendos në periudat kur nuk është intensiteti I diellit ti e din ma mirë këtë pse është edhe fushë e jotja, por kjo për dikujt edhe po keq interpretohet, dikush nuk po e kupton, kështu që ka njëherë verës edhe kemi raste kur vitamina D ka nivelin shumë tolt edhe kur ka diell, pikrisht për shkak përdorimit të produkteve mbrojtje të diellit. Në këto raste, ose dush me hek sankerin, me dal me ngjes edhe në ramje, me sintetizu pak ma shumë vitamin D, ose nëse s'po don me bo qatë punë, atëherë duhesh me marrë vitamin D. Omega 3-shin, unë mendoj që ka studime ta, se veç opinioni jam, po në referona në atë që ka lexoj, ka hulumtime që tregojnë që është edhe individuale kjo puna, dikon e mundon pak ma shumë vaj, dikon nuk e mundon. Personalisht, unë përdori edhe verës omega 3-shin, ato janë të rëndësishme. Unë nuk jam konsumuese shumë e madhe e peshkut, po jam shumë selektive, edhe atëherë kur e konsumoj, unë jam shumë selektive,
sepse me këto peshqit që rritën në për ferma të ujit, këto nuk përmbajnë omega-3, ato acidet yndyrore të cilat neve na nevojitën, e për me konsumu një peshk të egur, duhet me qenë shumë i sigurt ku pe konsumojmë, ku pe porosisim, ku pe hajmë. Në Kosovë nuk e ki kurqysh, se ki në Kosovë të egër, po dhe në vendet që e kultivojnë pak ma shumë, du me qenë shumë e sigurt ku pe konsumoj. Për këtë arsye, unë personalisht edhe në vere përdori omega-3. Ndërsa vitaminën D mundona me qenë edhe duhet të jemi të kujdesshëm të ekspozohemi në diell kur nuk djegët lëkura. Atëherë, për 20 minuta unë mendoj që kemi mundësi çdo ditë nga 20 minuta mu ekspozu e sintetizojmë sasinë e vitaminës D mjaftueshëm, marr këtu mandej shtu edhe ushqimin, kuqja vezës, peshku her pas here, pra mishi i ndyrshëm i mirë, qumshti, krejt këto mandej kanë edhe vitamin D një sasi, kështu që ja rrim ato dozat e nevojshme. Unë kom qenë në një periudhë me dietë pa gluten. Okej. Edhe ka qenë shumë vështirë me gjetë produkte pa gluten, edhe bukën pa gluten ka pas shumë shpesh mungesa, edhe pse ka ekzistuar si produkt, edhe më dashme komplet krejt qyshimin me kontrollu kur me gjetë një bukë s'ka mujt me vjesë as ma shumë sa i ka staguar fati, edhe deri sa para një moment që më thonë që ka letrit edhe kom largu rrugën komplet. Po ka qenë shumë vështirë. Sa ka të na llojshmëri produkteve që me pas mundësi me ushqy shëndetshëm edhe dorën zanë mos me u bë bajat i njëjti ushqim se jo na vlen natësive tjetër është. Edhe ushqimi, e vërtet është. Ka llojshmëri prap thash e bukra e industrisë të ushqimit, një prej të mirave është edhe kjo llojshmëria e produkteve, kanë kriju sot mundesh me gjetë produkte pa laktozë, sot gjejmë produkte tash unë s'pedi në çfarë periudhe kohore ke pas këtë issue që problem me gjetë produkte, po sot ki pothuajse 80% marketeve ofrojnë produkte pa gluten, ofrojnë produkte pa laktozë, ofrojnë për shembull përpara s'kemi pas qumsh bademit, tash ki qumsh bademit të turizit, çka të bjen me ki qumsha të dritrave. Po ka llojshmëri që kemi mundësi me bo ndryshime, mos mu bo bajat një ushqim, edhe mandej shto faktin që është shumë lehtë që kemi me gjetë receta të shnetshme sot në YouTube, ose çfarë do searchit vogël me bo hulumtimin internet, gjen receta super të ndryshme, për shembull një produkti në forma të ndryshme nxjerr disa receta, kështu që sot mendoj që është shumë lehtë me ushqy mirë, mos me të bo bajat ushqimi, veç çka duhet të jemi të edukuar. Nuk bëhet ushqimi për 5 minuta. Nuk duhesh me leju veten me untu shumë edhe me anë të shpe e tani çka të gjesh çka del përpara. E para që duhet bëjmë është me bë detox të kuzhinës, me kap një keset madhe për togut, edhe me gjujt ushqimet që konsiderojmë që nuk janë të shëndetshme. Tash, unë s'pa thom me gjujt makaronat, s'pa thom me gjujt orizin, se dhe ato janë të mira, dhe ato do t'i komëzon. Po, ka edhe makarona, ka pa gluten, edhe ka edhe oriz pa gluten, që nuk ka qenë nësa kontakt me glutenin ose diçka, po që janë të certifikuar me pa gluten. Pra, duhet bëjmë detox kuzhinës, t'i eliminojmë sanet e këqijat, na kot po ushqimi shëndetshëm, dalim kit snacks, i kemi do të llapa aty në për kuzhinat të njerëzve, me do chipsa, me do që si snacks shpejta, si far ushqime që s'po mbin men, se tash s'po thom edhe Nutellën mos me konsumu, po të kritër me mas, t'i bojmë pak me mas. Jo me hangër flinë dhe pitën 3 herë në javë. Nuk ban bre, nuk ban. 3 herë në javë është shumë një trupit mi qu brëm që si forme, se na me kanë që hojna veç pitën 2 herë në javë, po na buk brëm hajmë çdo ditë shqiptar. Çdo ditë e kemi buk me buk hajna. Buk falish buk me buk. Kështu që duhet ta bëjmë një farani, çdo shtëpi. Jam të punu një libër interesant për menyt e ushqimit, që po shfrytëzorasim për herë parë po e them, se edhe kjo është një farë çështje çdo ditë çka me bo, që sa kesh këtu më shkrujti vajza, sot për drek çka kena për drek. Edhe kjo është një farë ngarkesë psiqike, çka me bu për drek sot, çka me bu për drek sot, çka me bu për drek sot. Kështu që jam të punu një libër, me bu pak ma specifik për kategoritë ndryshme, për familje, për fëmijë ndoshta, për njerëzit që kanë diabet, njerëzit që kanë hipertension, njerëzit që kanë Hashimoto, me bu një farë plani për një muj me pas me ditë çka kena me hangër, se mos e nevojshme. Kështu që kur ki plan, drekës seneve, dilën del, si gjithkun dilën del, i bën pazaret, i blen senet, ka një herë edhe mi bot gatshme mi prej kjepte karotat e milion frez nami zbot, se të që aletojnë vetit punën, mani për 40 minuta e kena drekën e gatshme. A ki ide ku ka me dalë librin shqitja? Për vitin e ardhshëm, do shta
do shta në 6 mujorin e 2026. Në 6 mujorin e 2, do shta me thonë, pjesën e 2 të vitit. Shumë ideja shumë po më qenë, po besoj që kam shku shumë mirë. Ma ka me qenë të marrë receta sa gram për kësaj, sa gram për kësaj. Krejt, në detaje të tjetë krejt. Unë me tregu drejtën, nuk kam fa se kuzhina së ishtë transit ka kuzhina, asë të gatitjes. Po, edhe kur kom dash me pa diçka në internet, 80% ato produkte unë nuk i kom gjetur. Nuk i ke gjetë. Kështu që shumë investim i madh, por bën recetë me produkte që na hëna mi qenë tregun. Definitivisht. Se gjysës as anë nuk jam. Po, libri është i bazum, në qatë punë jam të e bo, se jam nis për i nevojave të rrethit tem. Unë se kum pas kur këtë problem, se gjithmonë kum pas ide që me bo, po krejt njerëz për rreth që i kum pas qa ke bo sot, qa po bën, qa me bo sot, qa me bo nesër, qa me bo për darë, qa me bo për drejkë, qa me hongër sot për mëngjes. Edhe prish asaj më ka lind ideja me bo, po është krejt me produktet që gjintën tregu tonë. Jo me fol asparagusin që e kemi shumë pak kohë sezonës, që kushton shumë shtrejt, kanë me qenë receta të thjeshta, receta me përbërës të thjesht që gjintën gjithkun, përzirje të thjeshta, kështu që do të jetë praktik, besoj edhe do të jetë funksional për shumë familje, për njerëz me smundje ndryshme, për fëmijë, besa edhe për sportista, kemi me pas receta dhe të smoothie-ve të ndryshme që kanë ndihmojnë të shta ma shumë, cilën me përdor para aktivitetit fizik, cilën mas aktivitetit fizik, kështu që ka me qenë për kategori të ndryshme të njerëzve. Shumë më që vjatër e shumë suksese, Faleminderit. Më shku shumë mirë, po me se për plasën për me bëjë. Faleminderit shumë. Në idea i pa që ekzistojnë ka një do video kështu dhe tutorials dhe receta që thojnë for dummies. Po. Mu që asë receta më duhe. Sa ma letë. Sa ma letë, sa ma shpejt. A di që është e ditë, kuzhinën, unë planet e ushqimit njerëzve që ju pregaditi, i tham foli se ka njëherë edhe psikologe, vish kur përshon vetës, edhe po kaloj pak edhe në psikologji. Jo që kom kry diçka për psikologji, po mënona qato që është i bindit të tjertë me bindit atë kategorinë që është shumë e vështirë. Duhet mu involvu në kuzhinë pak. Ushqimin, unë menoj që unë personalisht në 99.9% ushqimin e kom shtëpisë që e pregaditi vetë. Nuk po themës me konsumuja, se dhe ajo është një farë relaksimi, me shoqënime, ushqen trunin, ushqen mendjen, krejt këto i bën. Po duhemi mu mundu, mu involvu edhe ne në ato që ka përzim kuzhinë. Kështu që është shumë e rëndësishme edhe pjesëmarrja e njerëzve në kuzhinë. E që aty në që ka me konsumu ushqimin, pra me dojnë me i plip për bërësit të ushqimit, me i përzi, me i prejnë është pak, me i bugati, se dhe është një farës. Po pra, me shiju procesin edhe në fund, besom që kur te finale produktin, e matë, mandej matë edhe sa po hanë, e shë vetën se a ke pa e fjale që dojnë unë ngiva të e maru, nuk jam shumë unë. Për dhe kjo ka të nësi, për që ata mendoj që duhet edhe të mja njës me dasht ka pak me u përzi që aty në kuzhin pak ma gjatë. Dhe i dhimi organizmin për risitë të lëkura. Nëse nuk konsumojmë shumë ujë. Po du me se që nëse ke shkuptojnë shumë që nëse do në me hidratu lëkurën mjafton me që mi pio ujë, edhe në gjithmonë i thonë lëkurën do shme trajtu dhe primena dhe preja. Po në këtë pas që shumë dikon primena. Kështu, e para, unë mendoj që tash konkretisht për organizmin kur pim ujë, krejt organet, krejt sistemet që operojnë, marin ujë, e merë zemra, e marin muskujt, e merë mëlqia, e fundit është lëkura që e merë, për që ata duhet në kontinuitet konsumojnë sasi të ujit, gjdo dit, gjdo javë, gjdo muj, është esencial ujit. Deri sa të rrujmë një sasi në fund për me marrë edhe lëkura. Po përveç ujit e dim që edhe yndyrnat që i konsumojmë janë shumë të rëndësishme dhe ato e kanë rëndësinë e vet. Pa ujë nuk mundet mu kriju që ajo barjera, po themi që pa ujë ajo barjera mbrojtëse. Tash nuk mundesh patjetër që vynë edhe prej jashtë lëkurës me i qëndru, me mbrojtje, me krema, po gjithsesi pa ujë nuk mundet me funksionu as lëkura brenda. Pra e fundit është si organ. Lëkura është e fundit që merr sasinë e ujit që konsumojmë, andaj duhet kemi kujdes, marrim sasitë mjaftueshme, 2 deri në 3 litra, janë ato varësisht kjo varion edhe nga pesha, por gjithsesi është shumë e rëndësishme të konsumojmë edhe ujin edhe yndyrnat e shëndetshme, sepse pa to gjithsesi që kime pas lëkurë të thatë dhe kime pas probleme, kime pas iritime, s'mund mu kriju ato barjerat, ato shtresat mbrojtëse të lëkurës. Që ndikojnë alkoholi, dohani e lëkura? Nuk jam kundër alkoholit, kundër dohanit jam. Gjithsesi jam, me mas, alkoholin me mas, dohanit X.
alkoholi dehidron lëkurën, është e vërtet që hup edhe një sasi të ujit, por unë gjithve ju them, rekomandoj, nëse edhe një gotë ven e pin, atëherë shtoj 3 gota ujë. Gjithsesi, kur e pin një gotë ose alkohol, ose në raki, ose ven, ose çfarë do qoftë, gjithsesi trupi ka me dehidru, kështu që mos t'ja lojmë rastit, por gjithsesi ta shoqërojmë. Në biliard ka rasti me pat shumë foshne, jo rekomandohet, të cilat nuk janë për arsye të ndryshme, nuk kanë ujë me ushqim e gji dhe janë me formull, ju rekomandohet një sasi e caktuar të qumshit. Nevojat e organizmit që janë të ndryshme të secili person. Unë më mirë që jenë njëjtën moshë me një person, njëjtën gjini, po unë nuk ha atë sa ha personi tjetër, ha më shumë se Po. më duket pak e palogjikshme me caktu një bebës për mua. Ajo është individuale për çdo, edhe për foshnjat, edhe për njerëz, edhe njerëzve nuk hajmë sasi të njëjtë, dikush ngopet me sasi më të vogël, dikush ngopet me sasi më të mëdha ose më të vogël, kështu që kjo varion, varet prej organizmit. Asnjë nuk kemi kod gjenetik njëjtë, e para, e dyta, ndërtimi, struktura, funksionojnë ndryshe, dikush harxhoj më shumë energji, dikush harxhoj më pak, dikush është më shumë lëvizje, dikush është më pak. Ka rëndësi mandej edhe gjendja hormonale brenda në organizëm, kur kemi më shumë një hormon, kur ka më pak, edhe ajo ka ndikim, ndikon apetit, ndikon në uri, kështu që gjithsesi kjo varet edhe varion. Edhe unë mendoj pajtona që është e gabueshme ky koncept me sasinë e njëjtë të gjitha foshnat, se nuk funksionojnë njësoj. Unë thëmë edhe njerëzve që njerëz vetë, një qysh nuk ja përcakton një personit të rritën, nuk më është me ja përcaktu as vepën kur ajo është ngopur edhe nevoja që i ka, po nuk e di pse mjekët janë të rekomandu. Mandej janë anët e reja të cilat nuk janë laike, nuk janë fushës, prej frikës. Ato janë të gjithë të mjeku dhe shumë shtirë është me i thonë njërës për atë në mosia të japja ca pemë, se madhe jo po nguj fase që jo kështu, sidomos kur është mjaj fase që i kanë këto frikën atë reja, po është gjatë problematike. Hasi shpesh, më fale ditë edhe një koment e bëj këtu, hasi shpesh këto nanat e reja kur vinë baranatore marrin formula, dhe unë pyetjen gjithmonë e kam, a keni tentu me gji? Thot po e kam gji, po nuk po mjafton për marrë edhe formulën shtesë. Edhe unë mendoj që kjo duhet, kjo qasje të ndronë. Nëse kemi gji, duhet qumsht gjinit, duhet ta stimulojmë prodhimin pak më shumë. Që stimulohet prodhimi? Tu pi ujë, veç ujë. Nuk kemi nevojë me pi boza, ajstia, sene tomla, se nuk kanë ndikim të mirë ato. Ujë të pim, ta rehidrojmë organizmin. Shtohet sasia qumshti, dhe fëmiu thith atë sa ka nevojë. Rahatot, ato janë foshnje. Nuk mundet një foshnje me flajt 5 orë edhe mos mu quhesh. O shumë normali që çdo 20 minuta, dikush çdo gjysore, dikush ma shpesh, ndoshta çdo 15 minuta ka nevojë për gjithë. Andaj, fillimet te këto nana janë shumë vështira, por mendoj që duhet të bëjmë tentativa të japim fëmijët antitrupat e gatshëm të imunitetit prej nanës. Formulat nuk i kanë atë antitrupa. Vetëm gjini nanës i ka. Nuk jam kundër edhe formulës. Kemi raste X që ndodhin, nuk mundet për X arsye, ato janë të arsyeshme, po jo për qef me shtu edhe formulën edhe gjinin. A duhet me një fëmijë me dhënë ushqim, se janë disa fëmijë që nuk kanë qef me hëmbër. A me i dhënë me hëmbër qëtë sa ata kanë dëshirë, a i marrin mjaftueshëm vlera të ushqyse? Unë jam jetare kësaj, është vështirë me marrë vlera të ushqyse, po ma mirë është me u konsultu me farmacistin edhe me mjekun, ma mirë është me shtu suplemente shtesë, se sa me vrapu për me ushqy fëmijën ose me ullë qëto me alshu një telefon, tani pasojat ma vonë po i bartim si prind. Kështu që edhe unë jam jetare, fëmijën mos me ndjek. Qite në tavolin, ose në karik si fosh, si bebe, edhe let konsumon atë sa don. Qite në tavolin. Tash është vështirë, nuk është e letë, po se dalin disa punë aty, po ma mirë është qasi formë, sepse edukimi mbi shëndet, mbi ushqyrin është ma e mirë nëse fillojmë prej 6 muajve, në këtë formë. Po vrej që ti e familiarizume me brandin Zvistrane Eptaderm, që është për kujdesin e fëkurës. Sa i kushan në ti origjinës produkteve, kur përdor diçka për vetëm? Shumë ka rëndësi origjina e produktit, duna me lezu shumë, edhe për prodhusin, edhe për produktin, për mbajtjen e produktit gjithsesi. Po jam shumë e kënaqur me Eptadermin, konkretisht buri ka vitiligo, edhe për herë të parë pash një krem specifik për këto depigmentimin,
edhe është të përdor, ka fillu ka pak me pa, po janë fillet e para të përdorimit, po ndjen ma të rehidrume, po ndjehet ma mirë, edhe besoj që ka me pas sukses në trajtimin e vitiligos, por gjithsesi jam idhëtare e prodhuesve të mirë, të shnetshëm që për një merë nuk menojnë veç për komercializëm, po menojnë pak edhe për konsumatorin. Unë personalisht kam qef produktet multifunksionale, dhe mënona që një me pas sa ma shumë përbërës të që nëse pas nevojë me apliku vetë produkte. Po. Kur kemi qenë specializimi, kemi pas një profesorish dermatologe shumë e famshëm në shkollë, që tha rutina do të me qenë e zbatueshme në praktikë. Mund është shumë letër me shlyk perfekt, po nëse japi shlyk 20 produkte, personi s'ka mundësi as në shas me vlerë, Qashtu. as kohë, as neva me apliku. Kështu që unë shumë tentoj që një produkt me ndon shumë efekte për një herë, dhe që me sa ma pak hapa me pasën ti. Po për shkak të fashimatës sigura janë që ka qenë super e ndëshme, tash shkon ka thata dhe shumë ndihshme, e tash sidomos kur fillon ftohti mund nxenja më ndikon tepër kaq. Okej. Do të thonë një komplet to cold pura dhe një skuqe, edhe për punën e thonë ka një tepër shumë, po në gjithmonë paralelisht kam qenë anti-aging. Okej. Dhe për shkakun linja që kanë këta eptaish, unë e po marr ata që 75 plus, se një që kam nevojë pak më shumë. E që kjo është një problem që nëse i ke thonë njëherë dikujt që kjo linjë preferohet prej 35 plus nuk është një gjaqë. Po. Edhe menojnë që ajo më shkaktuna e ka efekti negativ, do të nuk është një gjaqë, nuk është strek, mosha më të më modifiku së realisht. Absolutisht. Edhe doza e gjaqit modifikohet. Absolutisht. Nuk është as strikte, as më pak të kremi, po tash që fillon ftofti, duhet njerëz palja me i përshku pak më shumë në si ushqishmërisë, edhe kremi mbrojtë gjatë prej vitet. Definitivisht. Pajtona plotësisht, po unë edhe një diçka tjetër, unë për vete nuk përdori produkte kozmetike shumë, jam shumë racionale thash, ato që i përdori mundona me i përdor të mira, jo kostot nalt, sepse koston më të madhe në skincare-in tem, unë mundona me kthy në ushqim e para, flaj mirë, flaj që është shumë e rëndësishme gjume, edhe mundona me u hidru sa ma shumë. E kotësh nuk mundesh me të ditë din ma mirë, ndoshta këtë punë e ke spjegu në për shumë video. Nuk mundet fytyrën me hidru një krem nëse nuk e pi ujë, nuk e ki edhe pi brendshme ato. Ashtu. Nuk mundet një eksakt, ato barierat që krijohen ato kanë ndyrë të mirë dhe kanë ujë. Na ta shka bojna veç shtresim diçka, qesim diçka për mos me leju me dalë që ajo jashtë, që tash neve konkretisht na ndodh në sezonën e dimrit. Bi temperatura, thahet ajri, çka bën ajri ta merr lagështin prej fytyrës nëse veç i ki të shkputne ato barierat që unë për shembull shumë problemi shoh sot shumë produkte me pastru fytyrën, me la fytyrën, shumë shkuma, shumë përmbajtje të substancave shumë agresive që për një meta shkatrojnë qatë shtresën mbrojtëse yndyrore. Ose kur e përmene që ujin e nxehtë, unë menoj që dhe ujin nxehtë për çata nuk rekomandohet shumë me u la me ujin nxehtë, se është e prishat balancin e yndyrës edhe ujit të lëkurës, edhe t'jap hapësirë mandej ma lehtë me u fut pa pastërtit sa dalim jashtë tash. Durt edhe fytyrën e kemi në kontakt dimrit me jashtin, kështu që tona prej këtu mirët ajo uji, tërhiqet uji prej ajrit. Kështu që mendoj që duhet bëjmë një farë balancimi, të hidrohemi shumë, të kushehemi mirë, të flajna mirë, edhe nuk po them ma pak e rëndësishme, mirë po rëndësinë vetë ka edhe trajtimi kozmetik i përdorimi kremave eksakte. Për mu nuk është luks, nuk është jeta e vdekje, për them, por a duhet me përdor, duhet me u përdor. Unë menoj që duhet me u përdor dhe për higienisë femrore dhe mashkullore, se është e njëjta lëkurë, është i njëjti koncept i trajtimit të lëkurës, por unë konsideroj që duhet me përdor. Nuk ki nevojë nëse tash me standard, kreti boj me standard, ka krem, vetëm të konsultohem me njerëz kompetent, njerëz që janë profesionista, edhe ka krema edhe me kosto financiare ma tolt, edhe të mesme, edhe të nartë. Krem magjike nuk ka, se magjia nuk ekziston. Magjia është ushqimi, hidrimi, gjumi mirë, edhe krema në fund të aplikimi. Kremës për me ta rujt që ato që e ke konsumu të mirë, mës me dalë jashtë me ta rujt e qetë kremën. Po pra, mës me shku mundi dhe kontributi pashtë bashkë. Cila është këshilla jote më e rëndësishme, ose kryesore, me siguri ka shumë si më shmetë mbledhishme një, po që ju kishe dhënë njerëzve rreth ushqimit që mbledhshëm. Ushqehuni me ushqime që përmbajnë ujë, ushqehu me ushqime të balancume, edhe ushqehuni me ushqimet pastërta jo të përpunume. Që to trijat, besomni që kanë me bëu diferencën, qoftë skincare, qoftë shëndetin e brendshëm
të organizmit. Ma mirë parandalu se sa më shuru, kështu që pse jo të më flasë të hongër edhe mi parandalu smundjes, Sakt. me i bo dy funksione një përsesh. Pra ne të falenderoj shumë që ke gjithë kohën në arsët në podcast, edhe besoj që njerëzit kanë përfitu shumë të këshillarëve tua. Shpresoj që të shihemi prapë. Faleminderit. Si libri, ma. Gjithsesi. Shumë faleminderit për ftesën, kënaqësi me ardh edhe me bashkëbisedu edhe pse jo më shpërndo këshilla te ata njerëz që kanë nevojë. Faleminderit gjithë juve që jeshit me ne edhe në këtë episod të radhës të Globecast. Episodin e plot mund ta ndiqni sot e njëjtën në kanalin Globecast KS në YouTube. Deri në episodin e radhës, shëndet për ju dhe familjet tuaja.